Kuvendi u mblodh të hënën në një seancë maraton që zgjati gati 16 orë me fokus raportimet e institucioneve të drejtësisë për veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2024. Në orët e para të mëngjesit, rreth orës 1:30, seanca u përmbyll, ndërsa me konsensus u vendos që debati për raportin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe prezantimi i raportit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë të shtyhen për seancën e ardhshme plenare. Një pjesë e rëndësishme e punimeve të kuvendit ju kushtua raportit vjetor të SPAK-u të paraqitur nga kreu i institucionit Altin Dumani. Ai nënvizoi se SPAK ka marrë vlerësime pozitive nga institucionet vendase dhe ndërkombëtare për punën e kryer gjatë vitit 2024. Dumani theksoi se për SPAK-u nuk ka të paprekshëm, duke cilësuar këtë si një parim themelor në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Unë nuk dorëzohem, nuk jam njëri që dorëzohem, ju bëj ballë sfidave dhe për një gjë jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës së Shqipërisë dhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar, kuptohet, po na la Zoti jetë. Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shqyrtoj mundësinë e shikimit të mandatit të prokurorëve të posaçëm. Dhe në jo pak raste është aluduar se bëj këtë për interesin tim personal. Për këtë arsye, e ritheksoj edhe një herë se nëse politika e kushtëzon apo ka dhe mendime se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, atëherë unë nuk rikandidoj. Robert Kennedy, ish prokurori i përgjithshëm i Amerikës, ka thënë ndërmjet të tjerave se lavdia e drejtësisë dhe madhështia e ligjit nuk krijohen vetëm nga kushtetuta, por nga burrat dhe gratë që jetojnë ato me guxim dhe mirëkuptim. Prandaj e ndjej punën, kam guximin, por përpiqem të jem dhe i mirëkuptueshëm. Dhe kjo fjali vlen, kjo thënie e Robert Kennedy vlen për gjithë prokurorët e posaçëm. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendni, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Siç edhe herët e tjera kam deklaruar publikisht, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Gjatë seancës, kreu i KLG-s Ilir Rusi paraqiti raportin për gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit për vitin 2024. Ai theksoi se fokusi kryesor i institucionit ka qenë reduktimi i çështjeve të prapambetura. Nëpërmjet finalizimit dhe miratimit të agjencisë kombëtare për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura në gjykat për vitin 2024-2027, në kuadër të strategjia miratuar një sër aktesh ligjore që janë ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve gjyqësore. Për gjatë vitit 2025, Këshilli ka konsoliduar kuadrin normativ në ligjor dhe rregulla me fokus në rritjen e efikasitetit të sistemit gjyqësor, forcimin e kapacitetit të administrativit gjyqësor, si dhe rritjen e bashkëpunimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Më herët deputetët zhvilluan debate mbi raportin e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë të paraqitur nga kryeinspektori Artur Metani. Ai theksoi rolin e inspektimeve në forcimin e sistemit të drejtësisë dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve. Metani u pyet gjithashtu për sulmet e politikës ndaj magjistratëve, përfshirë edhe deklaratat e kryeministrit. Ai u shpreh se gjyqtarët duhet të kërkojnë pavarësi nga çdo interes, ndërsa çdo fyrje ndaj tyre është antikushtetuese. E para, gjyqtarët nuk mund të kërkojnë pavarësi vetëm politike, por duhet të kërkojnë pavarësi nga çdo interes tjetër. E dyta, çdo kritik apo çdo fyrje që shkon përtej kritikës normale të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve është antikushtetuese. E treta, u kam kërkuar vetëpërmbajtje e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse deontologjia apo niveli i deontologjisë politike që kanë politikanët nuk duhet të diktojë sjelljen e magjistratëve. Ata janë në detyrë për të ushtruar detyrën në përputhje me ligjit. Dhe fundit, kushtetuta dhe ligji i ka garantuar çdo gjyqtari dhe çdo prokurori të ndihet i lirë në ushtrimin e detyrës. Natyrisht, kur ka deklarata politike, si çdo njeri të gjithë kemi emocione, por mua nuk më lejohet të kem emocione në ushtrimin e detyrës. Unë do bëj detyrën time për çdo deklarim që mund të jetë politik, për të parë nëse në atë deklarim politik ka elemente që lidhen me punën e Inspektorit të Drejtësisë. Kuvendi dëgjoi gjithashtu raportin e prokurorit të përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit në vitin 2024 të paraqitur nga Ulsian Çela. Ai paraqiti një pasqyrë të përgjithshme mbi trendin e kriminalitetit, efikasitetin e prokurorëve dhe objektivat e institucionit.
Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 24.591 çështje, që përbën një rritje prej 5% të çështjeve të përfunduara krahasuar me 2023-shin, prej të cilave 36.72% janë dërguar për gjykim, 33.89% janë pushuar, 26.99% janë pezulluar, ndërkohë që ka një tendencë rritjes së çështjeve të pushuara në krahasim me vitin paraardhës për shkak të zbatimit të ligjit për amnistin. U miratuan muajin korrik të vitit 2024 një udhëzim i përgjithshëm në lidhje me masat e sigurimit. Nisur nga nevoja për një përdorim më të kujdesshëm dhe më proporcional të tyre, sidomos në lidhje me arrestin në burg dhe një aplikim më të gjerë të masave të tjera. Me gjithë këtë udhëzim, nuk konstatohet ende një reflektim nga ana e prokurorëve. Në nisje të seancës, deputetët demokrat dhe socialist votuan në mënyrë unanime ngritjen e 2 komisioneve të posaçme parlamentare, Komisionin për Reformën Zgjedhore me 113 vota pro dhe Komisionin për Reformën Administrativo-Territoriale me 115 vota pro.